në burg ka 2 drejtora. Njëri është drejtori i burgut dhe tjetri është drejtori i të burgosurve, që është kapu ai i burgut. Në qoftë se 2 drejtorët nuk shkojnë mirë dhe nuk bëjnë deal me njëri tjetrin, atëherë në burg është keq puna, ka përplasje. Në qoftë se ata shkojnë mirë dhe tolerojnë. Drejtori fatkeqësisht do ik drejtori që është mbru nga pushteti, jo drejtori që është aty. Shiko, po t'jap një shembull, nuk po ta jap burgun, po besoj ata që na dëgjojnë do ta kuptojnë. Një person, nuk e di, nuk besoj që e njefti, po sa herë që takonin miqtë e mi thosh e ka mandër thosë të bën drejtor burgu. Do ti sa e bën drejtor burgu iku i burgosur aty dhe përfundoi në burg vet. Sepse e dinte që duke qenë drejtor burgu, vërtet ti paguan ca lek për të bërë drejtor. Po ata lekët do t'i nxjerrësh. Ose nëse shkon aty sepse ata që të çojnë aty të çojnë pikërisht për të bërë këtë gjë. Dhe aty ka tarifa fikse. Në bazë të burgut ku ti je, janë tarifat fikse që ti do të mbledhësh dhe do t'i çosh tek ata që të kanë vënë aty përveç votave atyre dhe tek regjimi. Aty janë shumë gojë për të ushqyer. Prandaj është një punë e lakmuar të qenë drejtor burgjesh dhe prandaj drejtorët e burgjeve ndrohen shpesh. Po hequn atë pjesën që një pjesë e mirë e drejtorëve të burgjeve janë bërë dhe deputet mbrapa. Por se janë njerëz të pushtetshëm. Janë njerëz të pushtetshëm, mbi njerëz të pushtetshëm, sepse bosët e krimit në vetvete çfarë janë njerëz të pushtetshëm. Nuk janë të zgjedhur, po e kanë fituar me dhunë atë lloj pushteti. Kështu që nuk funksionon dot ndryshe. Ne e kemi këtë problematik, sistemi është i kalbur, sepse është i kalbur nga koka. Pra problemi ne e kemi te koka. Ne kemi që aty ndodh deformimi. Dhe ti çfarë bën? Ti nuk çon njerëzit që duhet të jenë aty, nuk harton dhe nuk ndjek politikat që duhet ndjekësh aty, pra nuk zbaton ligjin, ti i pagon keq gardianët, do thotë që ata mund të korruptohen kollaj, pastaj mirë që i pagon keq, po ti çon militantët e partisë në gardian. Dhe pastaj nuk varet burgu, siguria e burgu sa të trashe i ka muret, po sa mend kanë gardiani, bëj muret sa duash ti për betonin, po ta hapi derën gardiani, se mbron betonin burgun, e mbron gardianin. Ne gardianët i pagojmë keq, i zgjedhim keq, i trajtojmë keq, atëherë normale. Ti e ke, shiko, një gardian është një lloj si burgosuri, 8 orë brenda është i dënuar ai aty. Imagjino tani çfarë detyre ka. Dhe prandaj aq të këtë vuajtur janë sa dhe rrobat shkretëve nuk i japin. Detyrohen me pra, ata që